Parkimi zonal në komunën e Tetovës nuk do të filloj së shpejti. Si arsye për mos fillimin e të njëjtës, nga komuna e Tetovës marrin çmimin e lartë për një orë që duan të paguajnë qytetarët e Tetovës gjatë parkimit në rrugët kryesore të qytetit apo në zonën e parë të qytetit. Hisen Demiri, udhëheqës i sektorit të komunikacionit dhe tokë ndërtimore në komunën e Tetovës, thosë se ky çmim është aprovuar në Këshillin Komunal gjatë vitit 2012. Edhe pse deshtëm të startojmë, çmimi për parkimin zonal është paksa i lartë, pra 40 denar në orë, është paksa i lartë. Ky çmim që është aprovu me 31/7/2012 në Këshillin Komunal, prap duhet të kalon në Këshill Komunal, pra që të bjerë çmimi. Ose marimangas në këtu e quajmë, është maqinë e vjetër, mirë, po e adaptum, tash e rregullum. Edhe ajo mund të jetë një shkak, mirë, po momentalisht shkaku kryesor është çmimi i pakapshëm për qytetarët. Çmimet në parkingjet e mbyllura në qytetin e Tetovës janë të larta, ku si pasojë kësaj gjatë vitit të kaluar detyroi komunën e Tetovës që të mbyllë disa, ndërsa me parkimin zonal parashihet që rrugët kryesore të qytetit të shndrohen në parkime me pagesa, si një mundësi për të rregulluar dhe kaosin në komunikacionin në qytet, por edhe si mas për reduktimin e veturave në pjesët qendrore të qytetit.